A ishte heshtja jote arsyeja kryesore që ata u largun prej teje? Kur nuk ka më besnikëri, qa ka mbet më me mbrojt? Dyry. Për dashin, dikush që i ki injoru, do kthehet për hakmarrje edhe s'ki me njoft më. Gjatë qësa jave mundesh me pas një shpërthim emocional që qëtë krejt për veti. Kime pas sukses me parë gjatë qësa jave, po do jetë çmimin që do e pagun është tronditja e besimit tënë. Për Luanin, një dramë në punë zbulohet si sabotazh prej dikush që quhet që thot mik. Vendin ose pozicionin që i ki që mendon që i sigurt, rruju si dikush po mundohet me ta marrë qatë vend. Për shqiptarin do kesh një humbje, po nuk do jetë fizike, po ma shumë shpirtërore. Dhe qësa jave do kesh mundësi, edhe një mundësi shumë të mirë, dhe më thonë mundësi e artë, po ti për veti ke me ndi veten të fajsum edhe ka me t'i lidhë durët. Dikush gjatë qësa jave do të afrohet dhe do të kërkan ndihmë. Edhe me siguri kemi ndihmu, por kemi vujt shumë për qësaj. Mos haro, fitoria pa ndërgjegje ka më të kushtu ma shumë se humbja. Dyry.